Më kam pritur shumë mirë, më mirë pritën goxha. Erdhën të gjithë me dorën në qafë, sa mirë që na erdhe, po qa do bësh, po qa ke menduar, po këte andej, do bëjmë edhe ndonjë gjë bashkë, njeri do bëjmë ndonjë gjë bashkë tjetri, edhe më duk shu si kur vajta. Po patriotët si të pritën? Kishe Lejdia. Lejdia direkt, hajde me, hajde se do t'a japur një dorë, do e bëjmë gjyshen me kapon, si që ka kështu, hajde. E ke bërë portokallin me audicion? Lejdia është i papar, si? E ke bërë me audicion portokallin, apo? Portokallin, jo, personazhin e kisha gati, thjesht gjetëm me regjizorin Kleçkën atë Chelsea, do me dhe si do i bashkonim personazhet me Kejdin. Se nga që nuk kishte shumë, po e bëra dhe një audicion, po s'na i pranoj si personazh. Ti e ke shkruar vetë, sepse unë mbaj mend kur më kam ftuar me Ledion, ne numrin, atë numrin që të thash, e kemi bërë unë dhe Ledio bashkë. Po. Mua ma ofron rolin, po unë isha në New York pastaj. Portokallia ka skenarist. Po. Nuk është se s'ka. Po ideja është unë, ka aktor që bëjnë humor me fjalët e të tjerëve, po unë nuk e përcjell dot humorin e Lores. Ose e përcjell patjetër siç e marr në teatr veprën gati ose gjë, po që të bësh atë humorin spontan atë të javës, e lidh gjithmonë me gjërat e mia. Dhe unë për shembull kam një koncept mbi portokallin dhe mbi mesazhet që nuk e konsideroj veten gjyshja. Është Eugjini që po bën si gjyshja. Më kupton se unë them gjëra që më shqetësojnë mua ose ku diun. Gjyshja e luajtur nga Eugjini. Edhe është format, do me thënë që ta lejon edhe atë lirshmërinë. Prandaj na edhe kur na ka peqeshur, unë nuk e cungoj veten. Që të them që bo mos qesh se jam në skenë, lëshoj. Si? Për tjerë shkruan? Jo, për momentin jo. Jap në një ide, në një gjë siç edhe me japin. E ke parasysh se shkëmbejmë ide dhe gjëra sa shumë.